Zbulohet sekreti, uji i orizit zhduk rrullat për një ditë. Orizi është një drith i pasur me kalori, por edhe me vitamina dhe minerale. Të gjithë këto ushqyes kthehen tek uji kur drithi zihet ose gatuhet. Kjo është një arsye pse këshillohet të përdoret uji i orizit në shëndetin e flokëve dhe në lëkurën tuaj. Pas larjes së fytyrës, ju mund të lyeni atë me ujë orizi duke përdorur një pambuk. Mbajeni tonikun në fytyrë për disa minuta, lajeni me ujë të zakonshëm dhe do të shikoni menjëherë ndryshimin. Uji mund të mbahet edhe vazhdimisht në hapësira të ndryshme për lëkurën tuaj për të evituar akne dhe buçrat. Uji i orizit mund të përgatitet lehtë, të mbushni një gjysmë filxhani me oriz, ta lani me ujë të bollshëm. Më pas, hidhni 4 filxhan ujë në tenxhere, shtoni orizin dhe lini të ziejë për 30 minuta. Lëngu që krijohet gjithashtu mund të përdoret në shëndet të lëkurës suaj. Vëmendje: informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetësor.